Ajo që thotë zoti Rama është standardi i bërit politik në llafet e tjerëve. Domethënë, kjo nuk është politik. Pse pas ka shkruar një gazetë, apo pse shkruajnë sa gazeta shkruajnë në Shqipëri apo në botë, nuk ndërtohet politika me llafe gazetash. Megjithatë kjo është problemi i standardit të Ramës dhe nuk duhet merrem me Ramën në këtë aspekt paktën. Unë mund t'i them kaq që kryeministri i vendit ka ngrit një kazus publik për herë të parë në jetën publike administrative shqiptare. Kazusi është shumë i thjeshtë. Pra dikush, një agjenci, në këtë rast është banka KfW është bankë. KfW gjermane është bankë që punon me paratë e qeverisë gjermane dhe jep me kredi. Por rastin fjalë ishte për të denoncuar. Pas më të voglin diskutim ishte për të denoncuar dhe ishte për të marrë anën e interesave të taksave të shtetit shqiptar, taksa paguesve shqiptar. Dhe duhet ta kuptojmë një herë e mirë. Ato para vërtet janë borxh, po janë pronë e shtetit shqiptar, janë pronë e taksave shqiptare, janë shqiptarë që do t'i paguajnë mbrapsht. Dhe nuk ka të drejtë askush që në emrin e taksave të mia të vendoset të blej shërbimin më të shtrenjtë. Jo, për sa kohë që unë kam parimet e mia, kam rregullat e mia, taksat e mia, kurrizin tim fiskal, kaq më mban kurrizi. Nuk më mban më kurrizi të bëj luks. Akuzat e Ramës nuk kanë lidhje fare. Rama mendon që e komplekson Berishën nëpërmjet fazlliçit, duke përdorur një fazlliç tjetër. Kjo është një lojë fare e trash. Problemi është shumë i thjeshtë. Në Shqipëri ka një praktikë banale. Duke qenë se luhet me percepsionin e korrupsionit dhe luhet shumë keq, luhet pas një princip. Pra këtu në Shqipëri mjafton të kesh një funksion publik dhe tu je i korruptuar automatikisht. Dhe kjo është një çmenduri, nuk është një politik, por më tepër është politik.